British Airways festoi 20 vite fluturime mes aeroportit ndërkombëtar të Tiranës dhe Londrës, duke shënuar 2 dekada lidhje mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, si dhe rjetin global të kompanisë ajrore. Nga fundi i marsit 2026, British Airways rriti deri në 13 në javë fluturimet e saj mes Tiranës dhe London Heathrow gjatë gjithë sezonit veror, që përfaqëson një rritje prej 75%, krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2025. Kompania ka prezantuar gjithashtu një nisje të re herët në mëngjes nga Tirana, e cila filloi më 30 mars, falë së cilës mund të jesh në Londër mes orës 9:30 dhe 11:15 dhe mund të shfrytëzosh mundësi për fluturime të mëtejshme, veçanërisht drejt SBA-s dhe Kanadas, me rritje të rezervimeve për destinacione si New Yorku, Bostoni dhe Toronto. Emil Delibashev, drejtori komercial rajonal i British Airways, theksoi rolin e kompanisë si urlitëse mes Londrës dhe Tiranës. Jemi krenar të festojmë 20 vite shërbimi mes Tiranës dhe Londrës. Gjatë 2 dekadave të fundit, kjo linjë ka ndihmuar në lidhjen e Shqipërisë me Mbretërinë e Bashkuar dhe rrjetin ton global. Pier Vittorio Farabi, drejtor operacional në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, nënvizoi partneritetin me British Airways dhe përfitimet për udhëtarët shqiptar. Për çdo aeroport rajonal në Europë, një linjë direkte me Londrën konsiderohet gjithmonë si një linjë kyçe në planet e zhvillimit. Fakti që TIE ka siguruar këtë përmes partneritetit afatgjatë me British Airways është dëshmi e vizionit të kompanisë ajrore ndaj Shqipërisë. Sot partneriteti është më i fortë se kurrë dhe pasagjerët do të përfitojnë edhe më shumë destinacione të reja falë rrjetit të gjerë të British Airways dhe rolit të saj kyç në One World. Julia Sutherland, zëvendës shefe e misionit dhe ngarkuara me punë e ambasadës britanike në Tiranë, ndau vlerësime. Jam e emocionuar që jam këtu dhe të reflektoj mbi numrin e britanikëve, por edhe të tjerëve që kanë udhëtuar me British Airways në këto 20 vite operim në Shqipëri. British Airways është një rrugtim transformimi dhe në vitin 2024 ka nisur planin e saj më të madh të investimit ndonjëherë, duke u fokusuar në revolucionarizimin e mënyrës së funksionimit dhe implementimit të teknologjive më të avancuara për të ofruar përvojën më të mirë për klientët.